Policia e Tiranës ka arrestuar 11 protestues të opozitës, të cilët u kapen me çanta dhe me molotov në duar, lëndë plasëse që kishin përgatitur për të goditur kryeministrinë apo kuvendin. Në total blut shoqëruan 22 persona, ndërkohë që 11 prej tyre u arrestuan dhe pritet që të dalin përpara gjykatës për të njohur me masën e sigurisë. Në protestën e mbrëmjes të së premtes, policia pati një tjetër skenar ku i zuri në befasi grupin e zjarrit të militantëve. Menjëherë sapo kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha përfundoi fjalimin në podium, protestuesit nisën hedhjen e fishek zjarreve dhe molotoveve në drejtim të policisë dhe kryeministrisë, por menjëherë forcat policore dolën dhe i ndaluan në mesin e turmës, duke parandaluar në këtë mënyrë sulmet e tjera me lëndët plasëse. Ndërkohë policia ka proceduar penalisht në gjendje të lirë deputetin Kleviz Balliu për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Ndërkohë menjëherë pas shpërndarjes së protestuesve, blut arritën që të kapin disa çanta me molotov me të paktën 45 copë të pashpërthyera. Gjatë përplasjes me molotov, mbetën të lënduar 5 efektiv policie dhe 4 protestues, të cilët morën ndihmën e parë në spital. Një nga efektivet e policisë pati lëndime djegjeje në trup, fatmirësisht pa probleme serioze. Të lënduar nga gazi i lotësjedhës mbeten disa deputetë opozitës apo përfaqësues të Partisë Demokratike, të cilët gjithashtu u mjekuan në spital. Pas kryeministrisë, protestuesit me në krye flamur noken dhe disa ligjvënës të tjerë të së djathtës ju drejtuan kuvendit, por kordoni policor u bllokoi atyre rrugën, edhe pse tentuan që të çajnë kordonin policor, largimi i tyre pas përplasjes fizike u bë me mjetet ujëhedhëse.